nëse dështon këtu. Pra, nëse do ketë nevojë për ndryshime në nenin 75, me të gjithë njohurit që ju keni, por dhe kritikat që keni bërë në këtë 10 vjeçarin e fundit, ku duhet ndërhyrë? Dhe ju do jepnit votën pro për të ndërhyrë aty? Nuk, pra, për sa na përket ne kemi bërë qartë qëndrimin tonë. Pra, ne me Edi Ramën nuk hymë në këto çështje. Reforma në drejtësi duhet ishte bërë ndryshe dikur. Reforma në drejtësi ka nevojë që të shihet, do vi moment, po dalin provët gjithmonë më shumë. Mjafton të bëni një sondazh, mendoj unë, jo tek ata që kanë ikur nga reforma në drejtësi, po tek avokatët dhe ata të cilët kanë çështje në gjyq. Ndoshta janë 500.000 veta? Është një tmerr, e di. Do të dëgjoni që 99% do të thonë që është tmerr. Pastaj ata që s'kan hall thonë Edi Rama ka bërë këtë, ose Sali Berisha ka bërë këtë, filani këtë, por nuk i kanë hallin e tyre. Po të shkoni ata që kanë hallin, që kërkojnë një të drejtë, nuk po kërkojnë asgjë tjetër, do thonë është një tmerr.